Strukturat e drejtorisë vendore të policisë së Shkodrës kanë vjuar kontrole dhe veprimet ligjore duke finalizuar disa arrestime dhe referime materialesh në prokurori. Specialistët e qarkullimit rrugor arrestuan shtetasin KH 31 vjeç, banues në Shkodër, pasi duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur u përplas me një automjet tjetër, duke shkaktuar vetëm dëme materiale dhe më pas u largua nga vendi i aksidentit. Gjithashtu referuan materialet në prokurori për vlerësim fakti, pasi në lagjen Skënderbeg shtetasi PA 30 vjeç, duke drejtuar motomjetin pa leje drejtimi dhe nën efektin alkoolit humbi kontrollin dhe u vetrëzua. Si pasojë ai mbeti i dëmtuar dhe ndodhet në spitalin rajonal të Shkodrës. Specialistët për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë në Shkodër arrestuan shtetasin 41 vjeç PF, banues në fshatin Oblik, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë fizike dhe psikologjike ndaj bashkëshortes së tij. Po këta specialistë referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin GL 52 vjeç, pasi u kap duke transportuar 3 metër kub lëndë drusore të prerë në mënyrë të kundërligjshme. Lënda drusore u sekuestrua si provë materiale. Specialistët për hetimin e krimeve ekonomiko-financiar referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin EB 40 vjeç, pasi në biznesin e tij u konstatua tregtimi lëndëve piroteknike pa dokumentacionin përkatës. Ndërkohë specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë së Pukës referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal në gjendje të lirë për shtetasin FT 32 vjeç, banues në Pukë, pas kallëzimit të shtetasit KA 24 vjeç se ishte fyer dhe kanosur nga ky shtetas. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm në Shkodër për veprime të mëtejshme.